Dua të di se si ke hyrë ti në këtë fushat, edhe pse të kanë faktorizuar dhe kanë thënë që ti je e sponsorizuar dhe ke lidhje të forta me krimin e organizuar në këtë qytet, dhe cila është mburoja që ti i bën vetes dhe me çfarë vlerash dhe me çfarë korace je futur ti në politikë. Politika është dhe luftë. Patjetër. Thashë themet e një kryetari partie të cilën është moshën e gjyshit tim ndjer, e për cilin unë kam vendosur jo sot, po edhe nesër nëse jam parlament, mos flas më shumë se sa vetëm faktin që nëse ndonjëherë të dy do jemi në një autobus, unë do të çohem dhe t'ja liroj vendin Sali Berishës për respekt për moshën dhe për çfarë ai ka dhënë në jetën politike të vendit. Nuk kam asnjë koment tjetër për Baltën, që ai bën karshime se ai në Balt nuk ka kursyer dhe të tjerë. Familjarët e mi, qoftë nga familja ime, po qoftë edhe nga familja bashkëshortit, vinë nga një fush komplet tjetër, ata merren me sipërmarrje private, e ata nuk kanë qenë as shumë dakord për këtë aspiratën time për të hyrë politikës pikërisht për këtë, sepse kanë qëndruar larg për mos qenë projektorët dhe monitorët mbi ta për gjëra që në fakt politika të njollos edhe më pasi të njollos bën edhe sikur t'i ka njollosur. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.